Jemi para pallatit të krimit Berisha në protestë. Rama e ka kthyer Shqipërinë në narkoshtet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti fjalën e tij në protestën e organizuar ditën e sotme nga opozita përballë kryeministrisë. Gjatë fjalës së tij Berisha u shpreh se opozita po proteston kundër shtetit mafioz përballë asaj që ai e cilësoi si pallati i krimit, kryeministria brenda të cilit sipas tij qëndron diktatori Edi Rama. Berisha shtoi gjithashtu se gjatë qeverisjes së tij Rama ka mbjellë skamje në të gjithë Shqipërinë dhe shpopulloi vendin. Ai tha gjithashtu se përpjekjet e opozitës për zgjedhje të lira janë përballur me eurot e krimit organizuar dhe burimet shtetërore dhe skuadrën e patronazhistëve. Miqtë e mi, liria erdhi si një luftë të cilën me asnjë lloj përpjekje nuk mund ta ndalësh, po guxove ta bllokosh, ajo do të çajë një kanal. Pikërisht, kjo është platforma qytetare që ne inaugurojmë sot para pallatit krimit, para pallatit të krimit shtetëror ndaj shtetit shqiptar, zëvendësimit të tij me narkoshtetin, para pallatit të krimit njerëzor ndaj shqiptarëve që me qëndrimet e tij përzuri nga Shqipëria në vitet e qeverisjes së tij më shumë se çdo pushtues i egër në tërë historinë kombëtare, para pallatit që në një krim monstruoz ndaj shqiptarëve i zvogloi ata dhe i riktheu 100 vite pas, para pallatit që ka brenda diktatorin, sultanin dhe sultaneshën, Edvinin dhe Belindën, lubit të cilat me vjedhjet plaçkitjet e tyre kanë mbill skamje në këtë vend, si në asnjë vend tjetër të kontinentit. Përpjekjet e opozitës për zgjedhje dhe rotacion të pushtetit u përballën me tonelatat e eurove të drogës, me ushtrinë terroriste të patronazhistëve të votës, me të gjitha burimet financiare, njerëzore, logjistike të gjithanshme të shtetit mafioz, vetëm e vetëm se rotacioni, largimi nga pushteti i tyre është frikë të merr nga krimet që kanë bërë, tha mes të tjerash Berisha.